lansuar një peticion për marrjen e masave urgjente në shkolla me qëllim rritjen e sigurisë. Përse pat të nevojshëm këtë peticion? Ky ka qenë një nevojë e përhershme në momentin që bëhesh prind, sigurisht i prek arsimin, po flasim të paktën për arsimin bazë, sepse është një nevojë e menjëhershme që mundet të lind që në pjesën ku fëmijët prezantohen me çerdhen, pra që me këtë institucion. Por duke marrë përsipër, po themi, pjesën më të madhe të personave që kanë pasur këto shqetësime paseri kanë shfaqur edhe në rrjetet e mia sociale, kanë dashur që të bashkojnë zërin, edhe pse jo, unë mendova që ta formojmë në një formë të tillë peticioni, pra të ishte më zyrtare dhe më pas t'ia adresojmë këtë institucioni që merret pikërisht me këtë pjesë, pra që është Ministria e Arsimit dhe Sportit. Dhe kur them që janë nevoja të cilat duhen të bëhen menjëherë, janë nevoja që prej vitesh i kemi parashtruar, ndoshta edhe si kërkese që kanë ardhur edhe me mësuesit tanë kujdestare, apo me prindërit, me komunitetin, që pak a shumë mundohemi ta mbajmë ende gjallë dhe ta mbajmë si pjesë të rëndësishme e ndikimeve që këtu mund të themi ndikime që mund të jenë si shtysa për këto vendimarrës, por edhe si nxitje që pikat të kryesore të paktën të realizohen. Dhe ato më tipike për prindit kanë qenë siguria në shkolla, sa të sigurt jemi ne ku i çojmë fëmijët, a mund të dhunohen fëmijët tanë, a mund të ndodhin të papritura, sa në kontroll e kemi, pak a shumë, sepse jeta sigurisht që ka dhe të papritura të tilla që nuk mund të menaxhojnë 100%. Po them pjesën më të madhe, a janë të sigurt fëmijët tanë, e sidomos në pjesën ku arsimi 9 vjeçar ka përzierje midis fëmijëve fare të vegjël që janë fëmijët e fillores që janë 6-7 vjeç me ata të 9 vjeçarës të klasës së 8 apo të 9 që janë 14 apo 15 vjeç. Që gjithë kjo mbarvajtje është parë që e ka ulur sigurinë, por nuk është vetëm kjo, dhe ndikimi i rrjeteve sociale, prindër të cilët nuk janë angazhuar siç duhet me edukimin e fëmijëve të tyre, ka bërë që ne t'i drejtohemi pra ministrisë me këto pika që shihen të arsyeshme që patjetër mund të merren dhe të aplikohen për një të ardhme të afërt. Nëse mund të flasim më konkretisht, Marsi, peticioni ka 10 pika dhe konkretisht nëse shkurtimisht e përmendim secilën prej tyre, çfarë kërkoni? Po, ndoshta edhe në daljet e mia televizive të hershme, unë kam përmendur dhe kam shohur më shumë pikës së parë që siguria në shkollë, siguri fizike dhe psikologjike, çdo fëmijë pra të ketë atë mbarvajtje të tillë edhe fizike, pra një siguri në shkolla që mos të hyj pra me frikë në shkollë, mos të qëndrojë me frikë ai gjithashtu dhe prindit, por edhe psikologjike, pra gjatë kohës fëmijët sidomos janë më vulnerabël të monitorohen gjithashtu edhe të ketë parandalime për ato të cilat ne i quajmë bullizëm, pra qoftë ngacmime, përjashtime, apo problematika të tjera. Pra kjo është pika e parë. Pikat e tjera pastaj janë numri i lartë i nxënësve, sidomos ndoshta po flas për Tiranën, por ky është një peticion që i përfshin të gjithë shkollat e Shqipërisë, por kryesisht Tirana, patjetër po të shkojmë edhe në Durrës apo në pika kyçe të cilat kemi një rritje të popullsisë, duhet parë pra numri i nxënësve në klasa. Nuk mundet të kemi asnjë mësim efektiv dhe edukim të mirëfillt në një klasë ku ka mbi 35 nxënës, për mos harruar që ka klasa dhe me 40. Ashtu siç ka nga ana tjetër dhe klasa kolektive me 4 fëmijë të moshave të ndryshme që janë për ato qytete ku pothuajse janë braktisur. Dhe një tjetër pikë kryesore përveç sigurisë dhe mirëqenies në shkolla është ngarkesa mësimore dhe orare të cilat të jenë të tilla në ekuilibër midis mësimit teorik dhe atyre praktik, sidomos për fëmijët që janë arsimin bazë, pra në arsimin fillore, që janë në klasë të 4, që sapo fillojnë hapat e tyre, nuk është aq efektive dhe kjo është e provuar që ata të bëjnë vetëm një mësim teorik dhe të kenë detyra të tilla që t'i mbajnë ata të ulur gjatë gjithë kohës, duke marrë përsipër që fëmijët sot, parasysh që fëmijët sot janë energjik, e duan aktivitetin praktik, qoftë edhe aktivitetet të tilla që t'i bëjmë pra jashtë klasës, sepse mos harrojmë që fëmijët e tillë kanë qenë gjithmonë, por më përpara fëmijët e kishin mundësi ta bënin këtë lloj aktiviteti jashtë shtëpisë, kurse sot fëmijët janë gjatë gjithë kohës të mbyllur. Pra ekuilibri midis lëndëve teorike dhe praktike dhe përsa i përket disa lëndëve specifike, siç janë lëndët e artit, lënda e qytetarisë dhe lënda e edukimit sportiv, pra të kryhet në mënyrë adekuate, të kryhet në mënyrë të vërtetë, sepse kjo i ngarkohet mësuesit që është mësuesi kujdestar, mësuesi të fillores, por nuk është se realizohet më së miri sepse sigurisht ngarkesa është shumë e lartë dhe nuk është parë që
mundet ta kryej në atë formë sa mund ta kryej mësues që është specialist për artin, edukimin fizik apo dhe për qytetarinë. Dhe ne jemi në fazën ku fëmijët tanë kanë shumë nevojë të dinë se çfarë janë rregullat, çfarë janë ligjet, çfarë ndodh nëse nuk zbatohen, si mundet të zbatohen. Dhe ne kemi edhe pikpamje, kemi edhe produkte të tilla të vendeve të zhvilluara që i mësojnë fëmijët e vegjël, pra në këtë moshë, në fillore, se si të vishën, se si të jenë të pavarur, që për ne ndoshta duken gjëra të cilat nuk janë aq të rëndësishme, por koha e ka vërtetuar që këta fëmijë e kanë të rëndësishme, pra pavarësinë, mënyrë se si duhet të reagojë kur një i rritur e ngacmon, cilat janë pjesët private, publike, pra këto që sipas moshës të shpjegohen dhe të jepen në mënyrë efikase. Dhe prandaj duhet një mësues i tillë profesionist për ta bërë këtë. Përveç këtyre pikave, janë pika të tjera që ka të bëjnë me fëmijët me nevoja të veçanta, të cilët kanë një mësues ndihmës, jo të gjithë, por ata që e kanë vetëm në 2 orë mbështetje në këtë ndihmë dhe t'ju bëhet në të gjithë ciklin pra orari të plot, pra nga 2 orë që bëhet aktualisht të bëhet 4 orë 5 orë sa ata e kanë. Dhe përveç kësaj dhe me tekste të cilat duhet të rishikohen, është një tjetër pikë, tekste do të thotë që jo vetëm gabime mos të ketë, që ne kemi vënë re si prindër, por të jenë tekste të unifikuar dhe të standardizuara në bazë të kohës dhe të një pikpamje të nevojave të viteve të ardhshme, pra që i duhen fëmijëve. Dhe tekste të cilat të jenë më së shumti me autor shqiptar dhe jo më shumë të përkthyer, sidomos pra për arsimin bazë ose për arsimin fillor. Dhe pika e fundit pa që rëndësishme është roli i mësuesit, i cili duhet patjetër rishikuar dhe duke hequr mbi ngarkesën që ai ka me elemente administrative të cilat me dokumente plotësimi dokumentesh të cilat janë parë që nuk janë të nevojshme, përkundrazi e shtojnë më tepër ngarkesën e tij dhe nuk e lën që ai të bëjë tamam të bëj rolin që ka, të bëj profesionin që ka, dhe ka një ngarkesë dhe pashtu një trysni, po themi, që e ka zhveshur nga roli dhe autoriteti që ai meriton, sepse nëse fëmia shikon mësuesin me autoritet dhe ka një rol vendimtar, sigurisht gjërat do të ishin më mirë dhe nuk do të ishim në këtë diskutim sot kaq emergjent. E qartë, doja të ndalesha pak në pikën e parë, ku ju përmendni një fenomen mjaft shqetësues, siç është bullizmi nëpër shkolla. A janë mjaftueshëm mësuesit të vëmendshëm për të zbuluar rastet e bullizimit në shkolla? Sepse kemi pasur raste paktën që kanë dalë në media dhe duket sikur në disa prej tyre, në disa raste mësuesit nuk kanë qenë dhe aq të vëmendshëm të fokusuar tek kjo pjesë. Unë them se mësuesi me eksperiencë është më i aftë se vetë psikologu për të kapur në kohë dhe për të parandaluar ose për të adresuar një problematikë të nxënësi. Por çështja është koha e tij fizike sa mjaftueshme është për ta bërë këtë gjë. E dyta është ai i mbrojtur. E treta është ai shikon ai si detyrë të tij, apo është thjesht një pikë që ai duhet ta marrë përsipër dhe ndoshta nuk i takon, pra duhet rregulluar dhe këto gjëra. Dhe ndoshta ka frikë, për qasje e tij nuk është më si ai mësuesi dikur që shkonte në familje, rregullonte gjëra, të fliste me prindin, prindi ishte i përgjegjshëm, prindi reagonte. Pra sot ka shumë elemente që e bëjnë këtë mësues të stepur të flasë, të reagojë dhe ndoshta dhe të kapë edhe situatën në momentin e duhur. Kështu që duke renditur të gjitha pikat kryesore që një mësues duhet të bëjë dhe ky bashkëpunimi të jetë patjetër çdo koherent me psikologun, gjithashtu edhe me mësuesin, duke ulur normën me prindin, pra duke ulur normën e mësuesit, mund të realizohet. Por thash që është ndoshta edhe kjo frika se përveç rastit të bullizmit tek nxënësit, shpeshherë mësuesit kanë marrë dhe vetë bullizëm, kanë marrë reagime të tilla kërcënuese ose ngacmuese nga nxënësit, ndoshta edhe nga mësuesit, dhe prandaj them unë është kjo qasje pak e distancuar, pra jemi distancuar nga njëri tjetri duke parë si harmik, por nëse ne secili bëjmë atë rolin e vet punën tonë, do kishim një ecuri më të mirë, sepse këtu duhet të përgjigjem dhe diçka që shpeshherë më vjen, se në fund të fundit duhet të alarmohemi, sepse ka ardhur atë piku në çdo vend, në çdo vend të botës, është bërë si kjo slogan tipik, ndodhin këto gjëra, ndodhin që nxënësi vjen me armë të ftohtë të tjerë. Ne nuk kemi bota, ne jemi një shtet shumë i vogël, me një popullsi që aq sa kemi mbetur, unë besoj fort
jo vetëm si prind, si pjesë e komunitetit, por edhe nga aspekti social që ne mund të kontrollojmë, ne mund të menaxhohemi. Nuk besoj se ky numri i lartë i popullsisë që kanë vetëm në Shqipëri është kaq i pa menaxhueshëm, është kaq e pamundur që të rrisësh buxhetin për sa i përket arsimit. Nuk besoj se është e pamundur. Unë them se ndoshta ka ardhur koha që ne ta kërkojmë si prindër, ndoshta u dashka në të lloj forme, sepse me pritjen, duke pritur, nuk kemi qenë në atë fazë të duhur. Ndaj besoj duhet kjo nxitje jo vetëm nga ne prindërit, por edhe nga mësuesit. A ka ndodhur ndonjëherë që në vendin tonë të ngrihen mësuesit në protestë? Në Greqi, që fundi e Greqia nuk është aq larg as me pikpamje, po themi qoftë të përafërt me ekonominë, nuk është një vend që ne duhet patjetër të jemi kaq distancë në mënyrën se si organizohemi si shoqëri. Në Greqi ndodhin shpeshherë të tilla protesta, pra për pa kënaqësi, pagë, dinjiteti e shumë të tjera, pra ngrihen mësuesit, punëtorët, profesionistët, kushdo. Pra duhet të ngritur, duhet ta heqim frikën, merakun se çfarë do ndodhi me punën tonë. Është një punë e cila duhet të kryhet me dinjitet. Për të ndalur pak tek ajo që thatë ju që mësuesit ndoshta stepen edhe kanë frikë, çfarë ka ndodhur me kalimin e viteve? Është zhvlerësuar roli, figura e mësuesit, kanë më pak autoritet sot? Përse vjen kjo? Kjo vjen për shumë arsye, ku çdo figurë që kishte një autoritet në shoqërinë tonë, ne ja kemi hequr, që do thotë edhe policia. Po ta shikoni, ne nuk ose kemi shpesh në një lloj respekti, kur them ne, të rriturit. Pastaj kjo përcillet edhe tek fëmijët. Ndoshta nga ideja e urrëties që kemi pasur masivisht për atë që na drejtonte nga një periudhë jo e pakët diktatoriale, kemi menduar që çdo kush që drejton, që ka këtë lloj autoriteti, ne duhet ta zhveshim, ta heqim, ta bëjmë baraz me ne. Dhe kështu çfarë kemi bërë? Kemi hequr autoritetin e mësuesit, kemi hequr të policit, atij që drejton, të personave të tjerë, ajsa edhe vetë prindi ka hequr autoritetin e tij, është barazuar, është bërë shok, është bërë mik me fëmijën e tij, saqë fëmia sigurisht çfarë do bëj, do veprojë atë që ai ka parë rreth e qark, që mësuesi është ai që unë nuk kam përse ta dëgjoj, prindi im sigurisht që unë mund ta kundërshtoj, mund të sillem si unë kam dëshirë, sepse nuk marr asnjë lloj ndëshkimi, sepse prindi sot një pjesë e prindërve kujtojnë dhe mendojnë se po të ndëshkosh fëmijën, do të thotë ta abuzosh dhe ta dhunosh. Përkundërzi ti e abuzon dhe e dhunon fëmijën tënd kur nuk e mëson pavarësinë dhe nuk e mëson që çdo gjë që ai bën ka një pasojë, siç ka një stimulim, ka një pasojë pozitive, siç ka një ndëshkim, një heqje të diçka që e pëlqen kur ai pra nuk ka rrinë të kryej këto rregulla. Dhe në këtë mishmash të gjërave të cilat ne mundohemi të sajohemi, të bëjmë, të shpikim diçka nga e para, kemi ardhur deri në këtë lloj pike dhe në këtë lloj realiteti që tani nuk po na pëlqen, por thjesht hedhim fajin tek njëri tjetri. Figura e autoritetit është shumë e rëndësishme dhe nuk po them që ne ta besojmë, ta duam dhe ta adhurojmë, absolutisht kjo është ekstremi tjetër, por duhet respektuar sigurisht dhe të merret si një figurë që ka rëndësinë e vet, pra është një pikë kyçelidhëse që duhet t'ia ushqejnë fëmijëve që në vogëli. Javët e fundit është rikthyer në vëmendje dhe një projekt i kahershëm i Bashkisë së Tiranës dhe Ministrisë së Arsimit që lidhet me sigurimin e një vakti për fëmijët në shkolla dhe qëndrimin e tyre deri në orët e pasdites në institucionet arsimore. Mendoni se këtë radhë do të finalizohet ky projekt dhe nëse finalizohet, sa ndihmë është për prindërit vet dhe sa i rëndësishëm është për nxënësit? Nuk po e nis kështu me kritika, por po nis me një lloj përqafimi që e kanë bërë prindrit sapo e kemi dëgjuar këtë dhe përkoj pothuajse sapo ne nisëm peticionin dhe e diskutuam që ky nuk do të thotë që ne duhet të riqemi mbrapa, sepse një nga pikat tona është pikërisht edhe kjo pjesa e ushqimit ose sigurimit të një vakti në shkolla dhe ne si prindër kemi dashur që të paktën fëmijët të qëndrojnë deri në orën 14, sigurisht po flasim këtu për klasën e parë e mëtej, sepse ata që janë klasë 7-8 ndoshta dhe arrin atë orar, të ketë një vakt, por të ketë dhe kushte interaktive. Pra një fëmijë i cili do të bëjë një edukim fizik, të ketë palestrën, të ketë topin, të ketë çfarë do lloj mjeti. E them këtë sepse sigurisht që në të gjitha shkollat mundet të realizohet. Dhe a bëhet fjalë për një qëndrim afatgjat vetëm në klasë, pra prapë në 4 mure, a bëhet fjalë për një ushqim dhe pra vetëm kaq, është vetëm një projekt pilot
që do të nisë, ndoshta do të dështoj rrugës, apo është një premtim që është bërë ndër vite, siç ishte edhe i fundit i 2018-s që u proklamua me shumë të madhe dhe asnjë gjë nuk u nis. Unë them se duhet më shumë kohë se sa tani. Në fund të shkurtit u nis dhe tashmë jemi thjesht në një plotësim të një formulari që na është dhënë në këto 30 shkolla. Ne si prindër kemi firmosur dhe na shton që do qëndrojnë fëmijët deri në orën 16, sigurimi nëse ju dëshironi si prindër mund të marrë këtë vakt. Dhe asgjë tjetër nëse fëmia do t'ju organizohen aktivitete që vërtet ja vlen për moshën e tij, sepse nëse nuk do bëhet, askush nuk do donte që fëmia të qëndronte me orë kaq të gjata, sikur ndër edhe ne qëndrojmë me 8 orë punë, për fëmijët është shumë stresuese, bistimuluese nëse ata do të qëndronin kaq orë. Por nëse do të realizohet siç duhet, shumë prindër do të kursenin më shumë para ose më saktë nuk do të bënin punë ekstra për të marrë më shumë para që t'i çojnë fëmijët në shkolla private. Po flas për atë grup prindër që nuk i zgjedhin shkollën private për më tepër, për më mirë, por e zgjedhin nga halli sepse marrojnë orari i tyre i punës pra shumë i lartë, po. Dhe siç janë pastaj edhe after school-et që deri tani sigurisht kanë funksionuar, ka qenë një opsion, por edhe kjo është një kosto më vete. Deri në këtë moment folëm për rolin e shkollës, por të ndalemi pak edhe tek roli i prindërit. Për të shkollave, prindërit si duhet të sillen me fëmijët sot, sa kërkues dhe sa tolerant duhet të jenë me ta? Prindërit sillen vetëm si prindër. Për mua, se duket sikur e them kështu në mënyrë ndoshta arrogante dhe të thjeshtë, po bëj sikur kam shpikur unë. Prindërit do të bëjmë prindërit dhe unë më kohë tash pak më parë, duke munduar që mos të jenë ata prindërit e prindërve të tyre me atë model autoriteti të tillë, ku ndoshta ka pasur prindër që nuk përqafonin, nuk jepnin aq shumë dashuri, koha ka qenë shumë minimale, sepse fëmijët sigurisht qëndronin më tepër jashtë. Sot duan të bëjnë më të mirën dhe kanë krijuar këtë prindërim tolerant pas një lloj kufiri, një lloj prindërimi që është kaq, po themi, jo me disa pika kyçe, pra që fëmia të di që prindi është ai që udhëheq, prindi është ai që sigurisht edhe gabon. Prindi është ai që duhet ta kuptojë dhe të komunikojë, jo ai personi që fëmia duhet mendojë që të fshehë gjëra, të sillet më së miri. Ka disa forma prindërimi, por ne duhet të sillemi si prindër. Ktu po bashkangjis edhe një çështje që disa prindër më kanë treguar në momentin kur më kanë lexuar peticionin dhe më kanë thënë që po këto duhet i bëj prindi. Pra kur unë them aftësitë e buta, duhet të mësojnë në shkollë, në lidhje me komunikimin, mësimin se si të përballojnë sfidat. Po të mësoj prindi, sigurisht. Por unë nuk mund të bëj një peticion dhe të dal tani dhe t'i drejtohem prindërve. Nuk mund ta bëj dot këtë, është absurde, të dal dhe të luftoj me mullit e erës. Unë mund të bëj që shkolla të formojë një rregull të tillë, për shembull që nëse ky fëmijë nuk vjen orarin e caktuar, kur është i vogël që mban përgjegjësi prindi, kur fëmia shkel rregullat, thyen kompjuter, thyen bankë, mban përgjegjësi prindi paguan një gjop, prindi merr këtë dënim, po e them dënim në kuptimin pasojë. Dhe përmes këtij institucioni unë dërgjegjësoj prindin, po unë nuk mundet t'i drejtohem prindit dhe them që ti bëj këtë gjë se ndryshe ti nuk quhesh më prind. Nuk mund të flas me këto lloj kushte, sigurisht që prindi ka shumë në dorë, sepse fillon dhe mbaron çdo gjë me prindin, por ndoshta po të kishim rregulla më strikte, po të funksiononin ato rregulla aktualisht që ne kemi, rregulla, po themi brenda shkollës, rregulla brenda familjes, edhe gjithashtu dhe ligjet në të rësi, kaq pra do të ishte hapi vendimtar. Pastaj për gjërat të tjera duket sikur janë luks dhe janë gjëra që ne i shohim vetëm në filma me përfundim pozitiv, por unë besoj fort që rregullat nuk janë shpikur kot. Një shoqëri që të jetë civilizuar është vetëm përmes rregullave. Pastaj do jemi vetëm në kaos. Dhe ne kemi një lloj kaosi të mbuluar bukur me ca lulka, me ca thënie dhe slogane, sepse në të vërtetë përderisa kemi kaq shumë tendenca për krim, fëmijë të cilët abuzojnë, fëmijë që përdoren, të mitur që përdoren për krim, do të thotë që kaosi ekziston. Por nuk mundet të hyjmë fatkeqësisht në çdo familje, por ne mundet të forcojmë rregullat në institucione. Dhe për ta mbyllur me atë që e nisëm me peticionin, si mundet prindërit t'i bashkojnë këtë peticioni? Është online? Sa kohë do të jetë i hapur? Pra për sa kohë muaj do të pranoni firma nga prindërit, edhe kur
keni parashikuar që ta dorëzoni tek institucionet përkatëse? Po, për të qenë më efektive, ashtu siç u këshillova edhe nga juristë përkatës, më thanë që duhet të paktën 10.000 firma. Dhe kjo besoj me atë që unë po shikoj, janë mbi 1.050 që janë mbetur tani, e shikoj që do goxha kohë, ndoshta edhe do kohën e saj që dhe prindrit me skepticizmin e tyre ta plotësojnë, ndoshta është edhe fakti që është online dhe kjo mund të bëjë të sajën, ndoshta mësuesit e kanë menduar që pritse që nga një peticion që na shtoka më shumë angari, por të vërtet nuk është kjo. Pra, do dhe kjo kohën e vet, por unë mendoj që të paktën deri në muajin prill, unë së bashku me një grup prindërish duhet të lëm patjetër një takim me institucionin përkatës për të diskutuar, por gjithashtu për të vënë në pas se cilat pika do të ishin më emergjente për t'ja nisur, për të folur hapur, por gjithashtu edhe për të marrë një reagim jo thjesht diplomatik, por diçka që vërtet të na hyjë në punë. Dhe kam menduar pikërisht muajin prill, duke qenë se është muaj që kanë nisin para përgatitjet për planet mësimore, për shpërndarjen e orëve, normave të tjerë, përgatitje për vitin e ardhshëm akademik. Dhe deri më tani, ose nisur edhe nga rastet e tjera kur keni ngritur shqetësime që lidhen me sigurinë në shkolla, me nxënësit, ka pasur një lloj gatishmërie nga ana e institucioneve për t'i trajtuar këtë çështje, për t'i dëgjuar prindërit, për t'i dëgjuar profesionistët? Nuk mund të them dot një përgjigje konkrete, duke qenë se kjo është hera e parë që po marr një nisëm të tillë pak më të madhe se sa një rreth komuniteti i vogël, që mund të jetë brenda një klase apo brenda disa prindërve. Kështu që kjo do të jetë një lloj eksperimenti që mendoj se do të pritet pozitivisht, por nuk e di se si do të vazhdoj në plotësimin e këtyre pikave. Edhe me që mu drejtua pak më parë pyetje, por e shoh tani në kujtesë që duhet ta përmend, në faqen time në Instagram, Marsisimo, mund ta gjejnë peticionin në link, unë pas here hedh, duke qenë se jam ajo që e kreva si nisëm, pra unë jam ajo që duhet ta mbarte dhe duhet ta shpërndaj sa më shumë.